Negociatat mbi planin e paqes 28 pikësh të propozuar nga Donald Trump për Ukrainën po përshkallëzohen në kaos. SBA-t festojnë përparimet e supozuara, Europa paralajmëron për boshllëqe të rrezikshme, ndërsa Ukraina përpiqet me dëshpërim të mbrojë vijat e saj të kuqe. Ndërkohë Vladimir Putin qëndron në anë duke përfituar nga situata. Pas bisedimeve të fundit në Gjenevë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio shpalli ditën si më produktive të gjithë procesit, duke prezantuar një draft të rishikuar që garanton sovranitetin e Ukrainës dhe adreson pasazhet proruse të dokumentit origjinal. Megjithatë, shumë pika mbeten të paqarta dhe nuk është ndryshuar përmbajtja thelbësore e dokumentit. Ukraina po e paraqet veten si bashkëpunuese, por e qartëson se një lëshim territorial apo dobësimi i forcave të armatosura nuk do të pranohet kurrë. Presidenti Zelenski e di mirë se vendi i tij mbetet i varur nga mbështetja amerikane, veçanërisht pas deklaratave të Trump që e quajti sërish mosmirnjohës. Në Washington betejat janë të ashpra. Trump kërkon të arrijë një marrëveshje sa më shpejt dhe ta paraqesë sukses personal para ditës së falënderimeve, ndërsa senatorë si Lindsey Graham dhe Mitch McConnell e kritikojnë draftin, duke e konsideruar ose naiv ose me ndikim të Moskës. Ky kontekst e dobëson ndjeshëm pozicionin negociues amerikan. Europa përkundrazi tregon një front të bashkuar. Kancelari gjerman Merz, presidenti francez Macron dhe presidenti polak Tusk kërkojnë ndryshime të rëndësishme, duke mbajtur të fortë garantimin e sigurisë ukrainase dhe refuzimin e njohjes përfitimeve territoriale ruse. Për shembull, madhësia e ushtrisë ukrainase do të jetë 800.000, jo 600.000 ushtarë, sipas propozimeve europiane. Megjithatë, mosmarrëveshjet kryesore mbeten, baza e vijës aktuale të frontit, trajtimi i krimeve të luftës ruse dhe mundësia e një amnistie të përgjithshme nuk janë zgjitur. Këto boshllëqe i japin Putinit mundësi të rrisë presionin ushtarak, siç dëshmohet nga sulmi me dronë në Kharkiv që vrau të paktën 4 persona. Një konflikt i ngrirë në vijën aktuale do të ishte strategjikisht ideal për Kremlinin. Çfarë pritet këtë javë? Bisedimet mëtejshme janë planifikuar, por afati që Trump shpresonte të përdorte për të promovuar paqen si sukses personal është zbutur. Pyetja mbetet, a mund të gjejnë SBA-t, Ukraina dhe Europa një terren të përbashkët për te një marrëveshje kozmetike, përndryshe Rusia do të vazhdojë të shfrytëzojë paqartësinë perëndimore.